السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet që përcjelli Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, falenderojmë Allahun Xhalla Xhelalu, i cili na zgjati jetën dhe na mundsoi që të arrijmë të ditë të bekuara, ditë të numëruara, siç tha Allahu Azza wa Jall, ayyaman ma'dudat. Dhe çdo ditë e numëruar dhe afatizuar kalon shpejt. Gjithashtu ditë të bekuara ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i emroi të tilla, pra ku tha jaa Ramadan shahrun mubarak, ju erdhi muaji Ramazanit, një muaj i begat. Pra ai i cili e arrin mirësinë e këtij agjerimi, pra është i bekuar në vetvetin e tij, është i bekuar në punën dhe mësimet e tij, është i bekuar në dunjan e tij, ku Allahu Azza wa Jall pra do t'ja jep edhe shpërblimin e ahiretit, inshallah, ku shpresojmë na te Allahu Xhalla Xhelalu që Allahu Azza wa Jall pasi që na i ka dhënë këtë mirësi dhe këtë begati, e shpresojmë që Allahu Azza wa Jall na i ka dashur mirën dhe shpresojmë inshallah taala shpërblimin e tij të përtejshme. Ku thot kem kunta ta'rifu mimman sama fi salafin, sa njerëz sot ke njoft deri sot apo ton min bejni ehlin wa gjiranin wa ikhwanin, në mes të afërmeve të tu, vëllezërve të tu, apo kojshive të tu, efnahumul mautu wa stebqake ba'dahumul hayya, ndërsa ato thot vetëm se i ka harru thot vdekja, ndërsa tyje tu ka dhënë kjo shans dhe i ka arrit të ditë të bekuara. Të nderuar vëllezër, muaji Ramazanit i tëri është i bekuar, dhe çdo dheq i cili vjen është më i mirë dhe më i vlefshëm se ai i cili kaloi. Për ata është thonë 10 që i dytë është më i mirë se i pari, dhe 10 që i tretë është më i mirë se 10 që i dytë. Pse? Nga hikmeti, për shkak se edhe njerëzit apo kupton, çdo 10 që vjen tu lodh pak tu raskapit, e Allahu Xhalla Xhelalu çdo 10 që ti ka dhënë pra një vlerë pak më të madhe në mënyrë që njerëzit pra që ta shtojnë edhe më shumë ambicien dhe dëshirën dhe vullnetin dhe punën në mënyrë që ta arrijnë mojen e të mirës e cila është nata e Kadrit. Të nderuar vëllezër, Aisha radhiyallahu ta'ala anha kana yajtahidu fil ashr al awakhir ma la yajtahidu fi ghayriha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe pse ishte i vazhdueshëm në adhurime edhe jashtë Ramazanit, ndërsa në muajin e Ramazanit ishte edhe më shumë. Ndërsa në 10 net e fundit ishte pejgamberi alayhi salatu wassalam shumë ishte i vëzellshëm në adhurime ndaj Allahu Xhalla fi ula. Gjithashtu thot Aisha radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashr shadda mi'zarahu, kur i hinte thot 10 që i fundit ai e shtërron të thot mi'zarin e tij, pra rripin e tij, wa ahya laylahu, edhe e ngjallte thot natën e tij me adhurime, wa ayqadha ahlahu, edhe e zgjonte edhe familjen e tij, edhe familjen pra gratë e tij. Wa qad hatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala al-isti'adati min ardhal al-umr, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një nga duat që ka bën të përditshme, të përhershme është ka kërkuar mbrojtje nga jeta e skajshme, jeta e lodhshme e pleqërisë. Kur ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl, o Zot unë kërkoj mbrojtjen tonë nga kopracia, wa a'udhu bika min al-jubn, o Zot kërkoj mbrojtjen tonë nga frika. Dhe gjithashtu ka thonë wa a'udhu bika an uradda ila ardhil al-umr, edhe o Zot kërkoj mbrojtje nga pleqëria të skajshme, pleqëria e lodhshme, pleqëria pra nënçmues me një fjalë.
Ajo pleqëri e cila jetë në dorën e tjetërkujt, në shërbimin e tjetërkujt, si shëndet apo ndoshta edhe si mençuri. Wa a'udhu bika min fitnati dunya, o Zot kërkoj mbrojtje nga fitnja e dunjas. Wa a'udhu bika min adhabil qabr, dhe kërkoj mbrojtjen tonë nga azabi i varrit. Pra kjo është argument gjithashtu se në varr ka pra dënim. Ka dënim dhe është kundër atij grupacioni i cili mendojnë që në varr nuk ka dënim, apo kupton? Ndërsa ki hadith dhe shumë hadithe tjera e pohojnë këtë një gjatë të tillë. Kana Sa'd ibn Abi Waqqas yu'allimu banihi ha'ulai kalimat. Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një prej tyre Sa'd ibn Waqqasi, pra këto fjalë, këtë dua ja mëson të fëmijëve të tyre, sikur që ja mëson thotë mësuesi shkrimlezimin në nxënësave të vegjël. Pra i ulte para vetë dhe ja mëson të këto dua. Dhe duat të nderuar, sidomos më mësue fëmijëve është shumë e rëndësishme. Për shkak se në hershmërinë e tyre nëse mësohen duke e lutur Allahun Azza wa Jall dhe mësohen me drejtuar Allahut Jalla Jalaluhu, pra jo bëhet pra një edukim shpirtëror i fëmijëve në mënyrë që ato ku të rriten pra edhe ku të përballen me sfidat e jetës, me problematikat e jetës, me sprovat, ato vetëm se janë të kalitur ku jam ju drejtu pra Allahu subhanahu wa taala, e ju apkuton me kalu jetën larg Allahut, larg këtij edukimi, larg këtij fenomeni, pra drejtuarit Allahut Xhela Xhelalu, në mënyrë që ku të bën ti madh pastaj, ju ndodh ju kanos rreziku edhe s'di ku mu drejtu. Ju drejton krijesave të Allahut Xhela Xhelalu, pra e gabon drejtimin edhe kështu që e hub pastaj edhe busollën. Thot Saadi, thot wa yaqul, edhe ju thon të fëmijëve të tij, inna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yata'awadhu minhunna dubura as-salah. Thot edhe këtë dua, këtë lutje pejgamberi alayhi salatu wasallam e thon të çdo herë mas çdo namazi. Transmeton Buhariu. Edhe kjo të nderuar nuk ka dyshim sepse bash e ceka këtu punën e namazit natës në veçanti. Dhe pse bash e ceka hadith në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i cili ka të bëjë me rrugje nga një pleqërie skajshme, e lodhshme dhe e bezdishme. Për shkak se bazat e shëndetit njeriut janë, dhe me thonë, mendja dhe trupi. Dhe tu dijat këto të nderuar, nëse do njeriu me vazhdu pra i shëndetshëm, duhet që ta vazhdon leximin dhe një lëvizje gjimnastikore të vazhdueshme. Ndërsa Allahu Xhella Xhelalu tu dijat këto na i ka dhënë apo kupton, jo vetëm si gjimnastik të thata çka i bojnë njerëzit e rëndomt, por na i ka dhënë edhe adhurim që afrohemi te Allahu Azza wa Jall me to. Ajo është leximi i Kuranit Kerimit, pra, edhe namazi fizik çka e bojmë na 5 herë në ditë. Edhe tu dijat këto i nxit dhe e kalit robin dhe muslimanin muaj i Ramazanit, ki kurs një mujor pra. Për ata i musliman i cili, pra ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Zot kërkoj mbrojtje nga pleqëria e lodhshme dhe nënçmuese me një fjalë, ardhalil umur. Kërkoj edhe të njëjtën kohë i ka dhënë praktikën pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam se si duhet zbatuar duat ku ti bën. Jo duaja me një shpat veprimet e tona apo jeta jonë praktike me një shpat tjetër. Për ata dhe i sahabiu ku tha, ja Rasulallah, ban dua luta Allah që t'jem me ti në xhennet, tha, ndihmon tha me kethratu sujud, ndihmon pra do t'a baj këta, do t'i lusë Allah Xhella Xhelalu, mirë po ndihmoj thot këta, thot duke shtu sejgje sa ma shumë, në mënyrë që une këtë ndërmjetësoj të ti të keshe një kredit ti të veprimeve. Pra edhe duat një prej shkaqeve që na pranohen duat nderuar, është edhe marrja sebejpeve, praktike. E kjo na mëson pra praktika pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra ishte ai i cili lexonte fjalën e Allahut Xhella Xhelalu dhe bante ibadetin të shumtë në Ramazan dhe jashtë Ramazanit. E pra kjo e ujit pra këta e cila studimet e kohës bashkëkohore kanë ardhur në përfundim se leximi dhe lëvizjet gjimnastikore të vazhdueshme qoftë edhe pak, nëse janë të vazhdueshme do t'i harrojnë shëndetin psikik dhe fizik njeriut. Kjo tash e kanë zbulue, ndërsa dinja Allah, feja Allah Xhella Xhelalu ka orë para 1400 vjetëve me këtë mësim. Por ata nuk ka psikikisht dhe fizikisht dhe shpirtnisht më të shëndetshëm se besimtari.
Na fillimisht këto i bojmë i bojmë për afrim të Allahu xhella xhelalu. Ju i përgjigjemi në Allah subhanahu wa ta'ala në urdhnat çka i ka lënë. 5 herë në ditë. Ndërsa i besimtar nëse don me qenë i shëndetshëm në të vazhdon pra kupton që ti fal jo vetëm farzët e Allahut, por dhe sunnetet që kanë nxit pejgamberi alayhis salatu sallam, sa më shumë pra që të bësh namaz, aq më shumë do ta kesh shpërblimin te Allahu dhe aq më shumë do ta arrish edhe dobin e shëndetit tanë në këtë dunjë. Kjo tash mos na ndryshon kupton në jetin, mirë po këto do të më na shtu imanin neve edhe më shumë. Imanin edhe më shumë në realitetin e urdhrave të Allahut në ibadeteve të Allahut azza wa jall. Se këto janë yuridu Allahu bikumul yusr. Allahu nëpërmes adhurimeve dhe ibadeteve ka dashur për njerëzit lehtësim dhe mirësi dhe begati dhe dobi. Apo don. A nuk ka dashur vështirësi për to, përkundrazi vështirësia gjendet në të kundërtën, në lëndjen e adhurimeve, në lëndjen pse? Për shkak se apo don jeta e dunjos është jetë sfiduese dhe losme dhe me sprova. Edhe ka thonë i vetmi medikament, i vetmi element çka ty e ta ndihmon për me të i kalu këtë gjona. Për ata ti e gjon besimtarin me sprova të shumta, njeriu më të lumtur, njeriu më të buzëqeshur. Më të buzëqeshur. Pse? Është i kënaqur me kaderin e Allahut. Është pra i qartë mbi ata çka i ka ndodhur dhe është i qartë çka kërkohet prej tij. Këto janë për sa i përket adhurimeve, apo don adhurimeve farz. Ndërsa sa i përket adhurimeve të nderuar namaznate për shembull, nafile çka janë. Gjithashtu apo don namazi natës ka dobi të shumta. Tash studimet e fundit gjithashtu kanë arrit me zbulue se është shumë e dëmshme me flet prej masjatësie ta natën, pra pa lëvizje, pa u zgjuar hiç deri në vaksabat. Ka mundsi njeriu apo don me godit shumë sulme, ndryshme. Për ata thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith, ai i cili flen thot prej sabah, prej yatsiz deri në sabah, duke mos u zgjuar mi fal direkat, thot urinon shejtani në veshin e tij. Edhe ai kur urinon shejtani në veshin e tij, ai ku zgjohet në sabah çka çot. Thot shumë i lot dhe shumë përtac dhe shumë një nefs thot shumë nervoz, agresiv. Tamam? Edhe nuk ka vullnet as për punës, por kur thot unë jam çu thot sot nuk kisha vullnet për kurrë. Edhe mos më folni bile, jo që s'kisha vullnet me punë, po edhe ju lutem mos më folni se diçka buton amon ju koft, për juve kam, se ban vakimunët me psu dikush. Pse? E kjo kupton mësimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam plot dobi të nderuar janë për dunjën tonë dhe ahiretin tonë. Nuk e praktikojmë sunetin e pejgamberit Allah sallallahu alajhi wasallam në çdo sen të madh apo të vogël, vetëm se aty on hajri i dunjos, hajri i shëndetit tan, hajri i ahiretit tan. E çka kanë thonë studimet? Kanë thonë se është shumë e dashur me flet. Është shumë e preferuar thotë dhe e shëndetshme që të zgjohet thot njeriu një pjesë brenda natës qoftë dhe të bën disa lëvizje dhe të kthej tapet flet. Të njëjtën e thot dini Allahu xhella xhelalu, por vetëm se e thot çu dhe falenderoju Allahut, qoftë edhe një çast. Ai është namazi i vitrit. Namazi i vitrit na jep këtë komoditet. Pra të zgjohmë natën besimtari, apo kupton qoftë edhe para yacie, me rëndësi është brenda yacize sabahit. Edhe ti fal 2 rekat, 3 rekat, 5 rekat, deri në 2 rekat, pra në po flasim mirë të përgjithshme mirë, të vazhdueshme edhe jashtë Ramazanit, këtu e ki dobin pra edhe të shëndetit tan. Edhe atëherë arrin pra dobin e kësaj duash që ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Qoftë je i vazhdueshëm në adhurimin te Allahu xhelle xhelalu, edhe nafile, brenda gjatë gjithë jetës tonë, pra do të arrish pra këta. Pra do të arruja Allahu azza wa jall nëpërmes adhurimeve tua, do të arruan pra logjikën, mendjen tonë dhe do të arruan shëndetin ta. E do të arrish pasaj dobine e kësaj duash që ka bëu pejgamberi alayhi salatu wa atammu taslim. E Ramazani na jep këtë komoditet nderuar. Ramazani na jep i nxit dhe i trajnon besimtarët e kupton në adhurim te Allah subhanahu wa taala. Pra ta kupton e ka lehtësuar rrugën dhe mënyrën dhe mundësinë për të adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Në mënyrë që pasaj kur të mushesh ti me energji dhe me iman, shkojsh ti gati 6 muaj mas Ramazani me çat fuqinë e Ramazanit. E 6 muajshin e ditë kur t'ja nis mu lodh, mu raskapit, pi mëkateve, pi shejtanëve, pi gjunave, pi punëve të dunjos, pi sprovave, vjen Ramazani tjetër. Tamam?
Kjo mëshira e Allahut vjetore, mëshira e Allahut javore, mëshira e Allahut xhel xhelalu ditore që na i kalon subhanahu wa taala, dhe mëshira e Allahut xhel xhelaluhu jetësore një herë në jetë, pra kush? Haxhi. Haxhin e ka bon ai i cili pra këtë adhurim e ka bon, subhanallahu, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kush e ban haxhin me sinqeritet vetëm për Allahun, duke i kry gjitha ato që kërkohet në haxh, agoton, thot, kthehet nga haxhi sikur atë ditë kur e ka lindë nëna, i pasur nga mëkatet. Kjo është mundësia e artë. Më thonë, subhanallah, mundësi jetësore, vjetore, mujore, javore dhe ditore, çdo herë besimtari prej një lume në një lumë tjetër, prej një mirësie në mirësi tjetër, prej një deregje në deregje një shkallë më të lartë, deri kur, derisa të takojmë Allahu subhanahu wa taala, ku lusim Allahun xhalla xhelalu që ky Ramazan pra të jetë një shkallë për ne ngritje dhe ndryshimin e dunjë dhe në ahiret. Thot Imam Shafiu rahimahullah, astahibbu an yakuna ijtihaduhu fi an-nahar k'ijtihadi fi layali. Thot në ndu që të jemi zellshëm në adhurime si natën ashtu dhe ditën. Do të thonë mos më marr vetëm namazin e natës tash, tan ditën flajn, tan ditën rriun e pasiv, tan ditën me pritun e tash inshallah në 12:15, do të thonë me fal namazin taravih. Tamam, kjo është shumë mirë, por duhet me qenë vazhdimisht, sidomos të net këto ditë të mbetura, të ditë të arit nderuar janë. Ari për besimtarin kush e din vlerën e kupton, e cila mund me kon, si thonë kur kapitali i tij dunjos ahiretit. Mund me kon kapitali i jot i dunjos ahiretit, i ndryshimit për të mirë i fëmijëve tu, familjes tënde për dunjon dhe ahiretin ta. Për ata më kupton, lutu Allahut dhe kërkoje te Allah azza xhel mirësinë e kësaj. Për ata thot, kana nebiu sallallahu alaihi wasallam yaltazimu dhalik, për ata dhe na i dha praktikën më të mirë. Për ata Abu Tan ai shtrëngon të rripin edhe pse ai nuk kishte nevojë pejgamberi i Allahut, ta ka deregje më të lartë se ai mo. Ja ka fal Abu Tan, ja ka fal me ka të kaluar të ardhmët. Megjithatë ai ishte mësuesi i njerëzimit. Ai donte që për ata e dërgoi nga vetë lloji i njeriut. Abu Tan që mos thoi kur kush Abu Tan se valla pa ai pejgamber, po me lajke. Nas mu po me lajke. Ai ishte nga vetë lloji jon, i rritur mes në shoqërisë asaj kohë. Dhe i dërguar për njerëzimin. Njeriu i dërguar për njerëzimin në mënyrë që ta praktikon fenë e Allahut në sjellje më të lartë. Të jetë një shembulltyr, një shembull më i lartë në mënyrë që këtë njerëzit pasaj të garojnë dhe të arrijnë atë pikë. Dhe kjo është agoton një garë ku njeriu ku mirësia nuk ka, dhe me thonë nuk ka, është shumë e lartë dhe çdo njeri duhet me yahuthu ahlahu wa ummatahu alayhi. Thot nxiste thot familjen e tij dhe nxiste dhe ummetin e tij. Thot Ali radiallahu anhu, kana nabiu alayhi salatu wasalam yuqidhu ahlihi fi al-ashr al-awakhir min Ramadan. Dhe pensam jo që vetëm vet, po thot edhe familjen e tij, bashortet e tij zgjonte apo i zgjonte për ta gjallëruar këto net me adhurim ndaj Allahut xhelle fi ula. Po si nderuar mos jemi apo të vullnetshëm për ta gjallëruar këto net të fundit apo kur në njërin nga këto net është nata e Kadrit. Nata e Kadrit. Nata e Kadrit nderuar është, dhe me thonë si thojnë, ajo moja koka e pasurisë besimtarit. Është sikur me të dhonë ti edhe një jetë plus. Çdo vjet, edhe ata një jetë ma e gatë, jo jetë 60, jetë 84 vjetë parafërsisht. Kjo kapitali jetë ma i madh. Është për një natë. Ka thonë, allati hiya khairu min ibadati alfi shahr, e cila është më e mirë se sa adhurim me bo më shumë se 1000 vjet, 1000 muaj. Qala ba'du ahli al-ilm hiya khairu min ad-dahr kulli. Derisa kanë thonë disa prej ulemave se është bile më e mirë, për shembull, kur ka thonë Allahu subhanahu wa taala se është më e mirë se 1000 muaj, jo sa 1000 muaj. Po është më e vlefshme se sa 1000 muaj. Do të thonë derisa kanë thonë më e mirë se me mija vjet. Por atëherë kon dhe me thonë kur kanë dash me personifiku, me caktu një numër, kanë thonë s'kur na ku thojmë diçka 1 milion. Është për qëllim nga njëherë 1 milion, dhe thonë pa kufi, shumë. Atëherë kur ka thonë 1000 vjet, dhe me thonë ma mirë, dhe me thonë e pa kufishme. Është ma e vleshme se çdo se. Për të ka thonë sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Lejletul Qadri, Lejletu Sabi'a au Tasi'a wa 20. Mundet nata e Kadrit me konë
në natën e 27 ose natën 29. Innal malaikata tilka al-layla fil ardi akthar min adad al-hasa. Edhe këtë natët me lajke thot ka atë shumë sa është më shumë se sa numri i guraleceve dhe zallit në tokë. Zbresin atë natë. Pse? Ju aminuna ala duai nas. Edhe përzihen me besimtarët edhe për çdo dua, çka thonë besimtarët, me lajke thonë amin. Çato me lajke çka zbresin tokë? Pra bojnë amin barabar me besimtarët për dua çka i bojnë Allahu Azza wa Jalla në atë natë. Para me do të atë natë thot o Zot, shpëto ma kokën time nga zarmi i xhenemit, me lajket atë natë thonë amin. E ku thoi me lajkja Allahut amin, do të thotë ai dua është e pranuar. Dhe që thonë vetëm me lajket, po edhe këtë besimtarët. Ku ta bojmë mirë të kolektive. Gjithashtu kjo natë thotë hi lejletul hukm. Allah zë ka thonë, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Në këtë natë vendoset çdo sen, çdo punë e hajrit, çdo punë e mirë. Dhe kjo është kaderi vjetor. A kupton? وهي الليلة التي من أقام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Kjo natë ai I cili e zën me dua dhe ibadet dhe adhurime, dhe me thonë ju kanë falë mëkatet e kaluara. Për ata ka thonë Abudon Al-Warraq sumiyat Laylatul Qadr li'annahu nazala fiha kitabun dhu qadrin. Thot pse e emërua Laylatul Qadr, nata e Kadrit, për shkak thot se ka zbritur në këtë natë një libër e cila ka thot pesh, është e vlefshme. Nga kush? Nga gjuha një meleku e cila e ka emrin Gjibril, pra e cila është me pesh dhe me vlerë të Allah subhanahu wa taala. Kujna i ka zbrit një pejgamberi pra me vlerë ndër pejgamberët e krejt të Allah Azza wa Jall. Cili ummetit më të mirë nëse përfaqen e tokës. Ummetit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Për ata dhe e ka marrë kjo natë, ka thonë nata e vlefshme, nata ma e vlefshme të Allah subhanahu wa taala, nata ku ndanë edhe kaderet të Allah subhanahu wa taala. Nata ku, dhe me thonë ka zbrit Kurani Kerimin në këtë natë apo ka një zbritje e saj. Qale Zuhri sumiyat Laylatul Qadr li'idhamiha wa qadriha wa sharafiha. Thot kjo natë thot quhet Laylatul Qadr, ka thënë Zuhriu për shkak se është madhështore shumë dhe për shkak vlerës së saj te Allah subhanahu wa taala. Për ata thot kush do na kupton që ta zën thot kush do ngritje në dunjë dhe në ahiret dhe hajër në dunjë dhe në ahiret, pra në të mundohet pra dhe ta zën këtë natë mbrojnë këtyn edhe të netëve. Mbrojnë këtyn edhe të netëve, ai I cili e zën pra vetëm se e ka zonë hajrin e kësaj natë, çka përmban kjo natë prej mirësive të Allah subhanahu wa taala, pra ai person do t'i posedon. Pse Allahu Azza wa Jalla ka lënë të msheft këtë natë? Ka mujtë me kallëzua kur në cilla është edhe për ata kanë thonë çdo sen ka hikmetin dhe urtësinë e tij. Çdo sen që Allah e ka lënë ashtu si e ka lënë, pra ka urtësinë e tij, mirësinë e tij. Për ata kanë thonë disa prej dietarëve kanë thonë inna Allah akhfa hadhihi al-layla li wujuh. Thot këtë natë e ka lënë për shkaqe të ndryshme. Thot e para është enhu akhfaha kama akhfa sa'ira al-ashya. Thot edhe këtë natë e ka lënë të mshef sikur që ka lënë shumë gjëra tjera të mshefta. Edhe kjo ban pjesë mes në atyre çka Allah e din urtësinë e kësaj, po me sigurinë ka dyshim se këtu ka hajër. Fa innahu akhfa ridahu fi at-ta'ati hatta yarghabu fi al-kull. Thot për ata edhe kënaqërit Allah me shfaq kënaqërit ndaj robit për adhurimet çka I ban e kalon të msheft. A e dim na kur Allah Azza Xhelu kënaq për një adhurim tonë? Se dim në këtë dunjë, se dim. Sa Allah Azza Xhelu kalon të msheft kënaqësinë e tij mbi atë adhurim që ka bënë në mënyrë që besimtari pastaj në të përfshin gjithë adhurimet në Allah subhanahu wa taala. Për shkak se nëse ti e merr vesh se Allahu kënaq me adhurimin ton, dhe na dim se Allah kur ti je I kënaqur mbi një ibadet, je fal ti mo, u kry. Si ti je I kënaqur Allahu me një ibadet tonin, mo ti u kry puna jote. E çka Allah e ka lënë të mshaft të kënaqurit. Shfaqjen e të kënaqurit I ndaj robit për një adhurim në mënyrë që ai pra ti je I zgjashëm këtë adhurimet që Allah ka urdhëruar. E mësoja vëllai alhamdulillah unë e arrita qëllimin pra Allahu kënaq me adhurimin tim, edhe unë tashmë as adhurim as namaz as kurrë. E kalon të msheft. Pra ka thonë wa akhfa ghadabahu fi al-ma'asi li yahtarizu 'an al-kull. Ka thonë gjithashtu edhe hidhrimin ndaj mëkatarit e ka mshef. Në mënyrë që të ketë kujdes nga gjitha arguton mëkatet. Nga gjitha mëkatet.
Jo ta di se valla vetëm ky mëkat mundet me apo ka shkaktu hidhrimin e Allahut azza wa jalla qëra të bëj kam i bon. Jo. Pra ka lënë të msheft Allah azza wa jalla këtë shfaqje në mënyrë që besimtari dhe mëkatari e kupton truhet nga gjitha mëkatet. Ka thënë wa akhfa al-ijaba fi ad-du'a liyubalighu fi kulli da'wat. Dhe kam shef gjithashtu pranimin e duas. Nëse dim kur Allah ne ka pranuar këtë dua. Në mënyrë që besimtari të bëjë dua të ndryshme dhe të jetë i vazhdueshëm në duan ndaj Allah subhanahu wa taala. Wa akhfa qabul at-tawba liwadhiba al-mukallaf ala jami' aqsam at-tawba. Gjithashtu edhe pranimin e pendimit. Pra pendohet njëri nga mëkatimi, pendohet nga jeta në fakt e cila e ka kaluar jashtë larg Allahu xhalla xhelaluhu, don që të rregullon raportet, pendohet Allah subhanahu wa taala. A e din ti se të ka pranuar? Se din. Pra pse në mënyrë që ti të jesh i vazhdueshëm në tauba dhe në llojshmëritë e tauba, për shkak se mundesh më pendu për një diçka të veçantë, por në shumë sene tjera, domethënë çdo gjë të ndëruar. Por çdo gjë besimtari duhet të munduar ku e nin që është i mangët, ku e nin që është zullumçar ndaj diçka, duhet të mundu me bën tauba dhe istighfar ndaj asaj. Në mënyrë të veçantë dhe tauba në mënyrë të përgjithshme. Dhe kjo është akuton ka thonë edhe nata e kadrit Allah e ka mshef, pra vetëm Allahu e din në mënyrë që besimtarët çka mos të mbështeten pra tan vitin të rrin pasiv, akuton në mënyrë që ta presin natën 27 për shembull, edhe hajë se natën 27 elhamdulillah dhe mo une pasrona çat natë dhe u krimu. Pse? Në mënyrë që të jetë i vazhdueshëm besimtari. Pse se na tham se adhurimet kanë ndikim dhe rol pozitiv edhe në jetën e përgjithshme mes në njerëzve, mes individit, shoqërisë dhe familjes. Tamam? Një dhe e dyta ku e din ti të njëjtën kohë për me prit natën 27 do të më kryej akuton 11 muaj. A ki je ti për 11 muaj me priti natën e kadrit? Jo s'ke. Allah ka lënë të më shef në mënyrë që ti të jesh i vazhdueshëm në adhurime gjatë gjithë vitit. Thot Ubad ibn Samit radiyallahu anhu, kharaja pejgamberi sa më thot ka dalë thot në natë li yukhbir an-nas bi laylatil qadr. Duhet që t'ju kallzon njerëzve natën e laylatul qadr. Fatalaha rajulan min muslimin. Kur pishaf di persona duke u ngrind me zejt. Edhe për sa më tha unë dola që t'ju kallzoj thot juve natën se cilla nata e kadrit thot mirë po për shkak ka vënë për çarjet që e keni pas ju, unë mu harru thot mua se cilla natë ke. Kjo është hikmeti i Allah subhanahu wa taala. A kupton? Edhe kanë thonë një që kanë nxjerrë nga kjo hadith gjithashtu, kanë thonë se polemika dhe dialogjet dhe armiqësitë mes muslimanëve e ngrisin bereqetin e Allah subhanahu wa taala. E ngrisin bereqetin. Pa ata dhe pensa me kalon vlerë ka bon largimin nga polemikat. Polemikat e padobishme. Ka thonë ka në shtëpi në xhennet ai i cili thot largohet nga polemika edhe nëse ka të drejtë, nëse on haku me ata. Po e le për Allah subhanahu wa taala. Pse? Nxitje pra për largim nga armiqësia, se polemika fjalën vjen deri te armiqësia. Edhe çka? E hidhron Allah subhanahu wa taala. Kur ti do të Allah ngrit bereqeti, zbret hidhrimi i Allahu xhelle fi ula bi robrit. Për ta kanë thonë wa arjahu al-aqwal anna fi al-witr min al-ashr al-awakhir. Persam ka thonë një hadith qad ra'aytu hadhihi al-layla fa unsituha faltamisu fi al-ashr al-awakhir fi kulli al-witr. Ka thonë edhe unë mu ka dhënë thot mu ka qartësuar se cilla natë ke kadrit mirë po thot mu harrut njëtën kohë. Mirë po thot kërkojnë thot në 10 e fundit në netet tek. Në netet tek. Pra ta budën fjala përfundimi apo konkluza ulemave është ka thonë se është në 10 e fundit në netet tek. Ndërsa në këto netet tek tash është edhe një konkluz tjetër ulemave ka thonë se mas shumë të çka mundet me kanë është në natën e 27. Edhe këta kanë gjumhuri shumica ulemave. Shumica ulemave. Ka thonë Zir ibn Hubejshi, një tabi'i i ndershëm, thotë kam pyetur Ubej ibn Ka'bin, sahabin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. فقلت إن أخاك ابن مسعود يقول من يقوم الحول يصيب ليلة القدر. Thotë vllavi jot ibn Mas'udi, Abdullah ibn Mas'udi, ka thonë abguton se ai i cili e adhuron Allahun tan vitin natën e këtë vitit ka me zonë natën e kadrit. Po thot tabi'iu Ubej ibn Ka'bit se vllavi jot ibn Mas'udi ka thonë se në qoftë se falësh 12 muaj
natën vazhdimisht ki me zonë natën e Kadrit. Edhe kjo nuk ka dyshim, apo. Tamam? Ka thonë pra Ubej ibn Kabi, ka thonë Abdullah ibn Mas'udi ka thonë këta në mënyrë që besimtarit të nxisin me muadhurim Allahut subhanahu wa taala. Pa shuf mendimi mirë. Fillimisht. Jo sikur sot për shembull na kur vjen dikush, filan hoxha ka thonë çështu. Unë çka them unë? Çka? Pa s'di ka sen. Mos e ngojni mu. Jo, nuk kanë shkë edukat. Po çka do të më thonë? Jo, hoxha se ke kuptuar ti. Hoxha ka pas për çështun, ja. Ti dush më thënë tash urtësi se ti hoxha në njëfë se çat ilem e kanë atë. Edhe çka edhe ja ruan autoritetin njëri tjetrit, pra ke rujt autoritetin tan. Fillimisht edhe ja ruan tjetrit, ku t'ja rujt tjetrit, pra ke rujt atë rolin e dijes dhe diturisë fetare, ke rujt gjithashtu edhe prestigjin e diturisë fetare. A kupton? Pse aty janë barçit e saj. Ka thonë Ubej, ka thonë aja ka pas për qëllim, Allah më shërof thot vllavin tem Abdullah ibn Mas'ud, ne ka pas për qëllim thot që ju të adhurojni Allahun tan vitin. Që një aktiv të zëshun në adhurimin e Allah subhanahu wa taala. Që thot pastaj amma innahu qad alima annaha fi Ramadan. Mirë po thot unë e di dhe ju e dini se Abdullah ibn Mas'ud e din se nata e Kadrit është muaj në Ramazan, nuk ka muaj në Shaban. As Rajab, as Dhul-Qa'da, as në Hax. Këtë e dim se edhe Abdullah ibn Mas'udi ka ditë. A mund me thonë dikush se qysh be Abdullah ibn Mas'udi pas ka mendu këtu se është njëna prej mujve jashtë Ramazanit. Jo, thotë, kjo dihet qartë kush ka pak aguton intuit, të pasër e din se Abdullah ibn Mas'udi ka pas për qëllim pra o musliman, adhurojnë Allahun tan vitin. Mos e lini vetëm një natë në vit me adhuru Allah subhanahu wa taala. Na jemi adhuru se Allah të përhershëm, të vazhdueshëm. Subhanahu wa taala. Po shkak se është e meriton Allahu xhalla xhelalu. Një edhe është mirësia jemi, unë pa adhurimin sikur peshki pa ujin, s'mujmë jetu. Ajo është mirësi dhe kënaqësi për mua, për shpirtin tim, për jetën time. E kështu më radh. Ka thonë, mirë po thot na këtë dim se Abdullah ibn Mas'udi e din se nata e Kadrit është muaj në Ramazanit veç. Ani pse ka cek vitin. Ka thonë wa anha fi al-ushr al-awakhir, dhe dim se Abdullah ibn Mas'udi e din se është në 10 ditën e fundit bile. Edhe din apo kupton wa anha layla 27 edhe e din thot se është në natën 27. Thumma halafa anha layla 27. Edhe ka bu beje Ubej ibn Kabi se në vërtet është nata e Kadrit është natën 27. Fa qultu bi ay shay'in taqulu dhalika ya Aba al-Mundhir. Fa i thash o Aba al-Mundhir, e ka pas kunjën e Aba al-Mundhir. Me çfarë argumenti ti na thotë dhe ban bej se është natën 27? Ka thonë bil alama, thot me argumente, me shenja që ne ka kallzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam annaha tatla yawma idhin la sha'alaha fiha. Ka thonë se atë ditë kur të linë dilli, dhe më thonë linë pa rreze. Është një natë e qetë, as e ftoft shumë, as e nxehtë, as e tershmu, as shumë e ndryshme. Një natë pra, për shkak se ajo natë aguton i përshin edhe me lajket e Allahut në tokë, e përshin edhe Xhibrilin alayhis salam në tokë. Për ata është larg çdo keq, çdo shejtan, këtë gjint janë të larguar atë natë. Për ata është natë e qetë. Edhe na e shohmi nga kjo natë, e shohmi aguton se kush në fakt i ban netët e trubullta, gjendjet e njerëzve, shejtant. Sa ma shumë shejtan me një vend, aq ma shumë është e trubulluar dhe luftër dhe probleme ka. E sot pse janë shtuar sherrat dhe fesadet në tokën ndëruar, aguton për shkak se aguton kanë zbritje dhe shejtan bashkë me njerëzit në tokë. Edhe janë radhitje dhe shejtan aguton bashkëpunim me ehli kufrin aguton kundra imanit dhe atyre barzëve të imanit në tokë. Edhe këtu nuk ka dyshim se sionistat edhe ato ta kupton ato bashkëpunojnë me shejtan kundër muslimanëve. I kanë marrë edhe për ushtarat ta kupton, sikur që ne ka kallzuar Allah subhanahu wa taala. Me këtë argumente. Për ata dhe kanë thonë dietarët se mundën shumica e herëve, dhe pse kanë thonë se nata e Kadrit e lëvizshme. Nuk ka çdo herë e ngurosur me një natë. Por ajo lëviz natën 27, natën 29, 25, por për ata kanë thonë natën 27 është nështë mas shumë të që ka bjenta. A mos do me thonë se është e përhershme dhe vazhdueshme natën 27. Pra na e marrë me mësimin e pejgamberit Allah sallallahu kërkone ata në 10 në që në fundit në të tek.
Aisha radiallahu ta'ala anha tha, ja Rasulallah, thot këtë natë, thot unë në qëfë se e zonë, thot, shka du të me lutë, Allahun subhanahu ta'ala. Pejgamberi ishte interesuar që të mëson të besimtarëve sejnë të shkurta për dobishme. Subhanallah, s'kur që e dim në rastin, asaj pashortës pejgamberi Allah, kur e ka falë namazin dhe ka qëndruar kupton në vendin ku e ka falë namazin derisa ka në shtëpinë e saj, derisa ka lindë, për shemb, o çu ka bën disa vizita dhe o kthi, kur e ka pa thotë, "De pi atëherë ja hala duke adhuruar Allah?" Ka thonë, "Po ja, duke bënë dhikr." Ka thonë, "Po i kishë thonë, këto fjalë, këtë dua, thotë, do të mjaftonte nga gjithë këtë dhikr që ka bën." Cilat janë? Subhanallahu wa bihamdihi, adada khalqihi, wa rida nafsihi, wa zinata arshihi, wa nadi kalimati. Pra na jemi ummet me mirësi të mëdha. Dhe pejgamberi gjithherë ne ka paraqit neve këto mirësi dhe këto mundësi. Pra në vend që ti rrish apo kupton fjala me sahat të tëra thuaj subhanallah. Subhanallah. Kjo është mirë. Por ne ka mësuar që ta thuash këtë dua, don të thotë ti më bën dua sa është numri i krijesave të Allahut. Thuash o Zot, ti je i lartësuar sa është numri i krijesave të Allahut. Sa është numri i krijesave të Allahut? Ti Zot e di pa kufi. Dhe me thonë kjo të numërohet sikur ti ke thonë subhanallah kaq herë. Pra edhe këtë dua që ka ja mësoi Aisha radhiyallahu anha, edhe është mësim për të gjithë. Nuk ja mësoi pra gjithë faqe dua. Tha e që Aisha tash ndëgjo, merrni laps shkruaje dhe bismillah disa hat të shkruaj të përpilu dua. A goton. Po tha çka thuaj ja Aisha, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Zot ti e falës, e don falen me fal mua. Çdo njëri ka mësuar. Unë pi shoh edhe fëmijët e vogël rrugëve, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Çdo njëri ka mësuar. I huaj, a kupton dhe i jot. Fëmijë i madh dhe i rritur, ai cili di me lexoj, ai cili s'di me lexoj. Pra ai cili e zë, pra lejë kadrin qoftë edhe me çka dua, e cila është minimumi, e ka zonë hajrin e saj. Pse? Po ka arrit me të falë Allahu xhelle xhelalu, në fakt qëllimi i çka i bojmë na, Allah me na fal. E pejgamberi Allah te ka zgjedh mojen e këtë adhurimeve mbrapa falin e Allahu xhelle xhelalu. O Zot falem në fund. Këtë na rrim disa hat në kom me arrit për Allah me na fal. Kurse ti me një fjalë o Zot falem, o Zot falem, qoftë se arrit me çka dua, qoftë edhe me këtë dua, Lejletul Qadr e ka arrit pra mirësinë e kësaj nate, pra të ka falin e Allah xhelle xhelalu, ku elusim Allah subhanahu wa taala dhe pse kemi shumë për të thonë, elusim Allah në zëgjel që Allah xhelle xhelalu të na përfshin pra me rahmetin e tij në këto net, e të na fal pra dhe të na regjistron në regjistrat e banorëve të xhennetit. Wa qulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Allah shpëlbej për ndërimin. Allah nderoft.